Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka dhënë detaje të reja për rastin e gjykatësit të dyshuar të apelit në shtëpinë e prindërve të cilit u gjetën 350.000 euro në brifingun e sotëm me gazetar. Prokuroria e Lëndës Iskra Haxhi Vasileva u shpreh se hetimet për këtë rast kanë zgjatur pothuajse një vit. Megjithatë, konturet më serioze të rastit, siç tha ajo, filluan me lëndën e ish avokatit të shtetit Fehmi Stafa. Ndërkaq thekson se prokuroria nuk vërteton dot se paratë e rastit të Stafas kanë përfunduar tek gjykatës e Ristov. Nuk ka prova konkrete që gjyqtari ka marrë këto para. Fehmi Stafës nuk ju vun kur masat e veçanta hetuese. Ka dëshmi të tjera. Do të shohim se çfarë do të sjell hetimi. Gjoko Ristov nuk ju vun kur masat e veçanta hetuese. Kontrollet financiare dhe një hetim financiar janë duke vazhduar. Po ashtu prokuroria sqaroi edhe procesin e bastisjes në shtëpinë e prindërve të gjykatësit Gjoko Ristov dhe gjetjen e parave, dhe shtoi se ato nuk u gjetën për herë të parë, por në bastisjen e dytë. Mëtej tha se shumica e banknotave ishin 500 euroshe. U vërej qimento më e freskët, kur u pyetën a kanë bërë ndonjë ndërtim së fundmi, ata u përgjigjen jo. Pllaka të ndryshme që nuk përputheshin dhe ishin të thyera. U munduam në mënyrë sa më elegante të ndërhynim, u paraqit një grop, gropa u zgjerua dhe filluan të binin para. Për deklaratën e prindërve të gjykatësit të dhënë një ditë më parë se paratë e gjetura në shtëpinë e tyre janë të fituara nga bujqësia, prokuroria tha se nuk e ka bindur kjo deklaratë e tyre. Deklarata e prindërve se paratë janë të tyre nuk më bindje, as nuk më duket e besueshme. Mbrojtja se janë nga prindërit ose nga bujqësia nuk më bind. Më shumë detaje për këtë rast nga prokuroria thanë se do të japin pasi të formojnë aktakuzën.